Hello, mirë se erdhët në një vlog të ri. Ne keni patë një sekuencë vogël, dolëm që ikëm deri te Rossmann, bëm dy pazar dhe te Aldi edhe tani kemi ardhur te një park këtu që shumë afër me shtëpinë tonë. Se Lelushi do të kënaqet pak, edhe ne do ta nxjerrim derisa kemi kohën e mirë, kurse kemi aktivitete nga shtëpia. Programi vazhdon. Erdhëm në shtëpi, të ditë kishte gjë interesante për të tregu, po që këtu mora disa gjëra si këto, te Rossmanni, mora nga këto maskat për këmbët, se duhet bën një përpara, një nga dëgjurat e lidhet janë këto. Morëm një kështu për xhamat, mora këtë që se kam provu asnjëherë, si tip shkume më duket është kjo shaum, po që duhet ta provoj. Mora një shampo bebash, mora këto letrat e lagura, t'i kem për kur dalim, mora një kështu për dhëmbët, pas dhëmbësh, kjo më pëlqeu shumë era e kësaj shampos së trupit, edhe kaq një tjetër për këmbët për mamin, kaq. Mirëmëngjesin nga dita tjetër, po ikem te vizita e radhës, një ndër vizitat e fundit. No update. Ka kaluar disa orë, vizita shkoi mirë. Ajo CTG-ja pak si çuditshëm në fillim, po nuk është faji jon. Është faji CTG-s së këtyre të lodhur, sepse pastaj doli shumë mirë. Kështu bën gjithmonë, ndërkohë që nëse është histori tjetër kjo, po ta keni parasysh që këto CTG-t e praksit nuk janë më të mirat në botë, ju mamat e Gjermanisë. Gjithsesi, shkoi mirë, çdo gjë në rregull. Leila ka ardhur me nonën te parku, edhe unë po vi të rrim pak e dikim në shtëpi, sepse në fakt u prish koha edhe nuk do rrim gjatë. Unë shkova bleva pak bukë në fillim, edhe tani do vi që të rri pak e do ikim në shtëpi. Po i bën një set fotografik bletëve. Leila është e apasionuar pas bletëve këto ditë, nga që i ka tregu babi për bletët e veta, edhe ajo totalisht e apasionuar. Mami i bën video që pastaj t'ia tregoj kur nuk ka ç'a t'i tregoj. Here we go. Të rehatohemi kështu. Erdhi momenti të bëjmë çantën e spitalit. Do të thonë, unë e kam bërë, sistemova vetëm 2 gjërat e fundit edhe mendoj që do ta mbyllim kështu. Jo tani që po mendoj, ndoshta diçka tjetër më mungon. Po nëse pak a shumë i kemi ato që do doja t'ju tregoja juve. Kësaj here nuk e kam egzageruar shumë, është hera e dytë që unë po lind në një spital gjerman, që kështu do t'jetë çanta e maternitetit për një lindje në Gjermani. Pse specifikoj këtë? Sepse në çdo shtet është ndryshe. E di që në Shqipëri ju do t'i sillin të gjitha, ndërkohë këtu spitali të mundson shumë gjëra, edhe kjo është gjë e mirë për ne mamat, se kemi më pak punë. Unë kam zgjedhur që shumicën e gjërave t'i paketoj kështu me këto qeska. Ciao bellezza. Atëm një shkëputje publicitare nga Leila. Nëse unë e kam valixhen këtu lart, se kemi laj, kemi dezinfektue, kemi rregullu, që mund ta vendos këtu sipër. Edhe nuk po di si të organizohem. Atëherë, ndoshta do ta kthej kamerën që t'ju tregoj kështu pak nga pak. Atëherë, valixha do të jetë kjo. Është një valixhe jo shumë e madhe. Edhe nga të nisim. Okej, po e nisim nga rrobat e mia. Këtu kam një palë pijame që janë si ky materiali nap, janë me të shkurtra,
ju kam treguar tek një video tjetër. Këto janë një palë pijame normale, po janë të përshtatshme edhe për gjithënien. Këto i kam patur që kur kam lindur Leilën, edhe është një bluzë me krah të shkurtra për gjithënie, edhe kjo është një nga këto që hidhen sipër, që mund ta përshtas edhe me këto të tjerat, nëse do të kem ftohtë. Këtu kam edhe një me të hapur. Këto janë thjesht tuta të një palë pijameve që i kam patur, që mund t'i përshtas me një kanatiere edhe me këtë sipër. Edhe këtu janë një palë leggings që mund t'i përdor edhe kur të dal, por të mos veshur gjithmonë pijama, sepse nuk duhet të dukem gjithkohën si kur jam kështu e sëmurë, po të jem me rregull, nuk e di. Është diçka që kam vënë re edhe nga mamat e tjera kur kam lind. Unë kisha marrë vetëm pijame, ndërkohë që po ishte nice edhe të vishje diçka tjetër. Ky është një fustan, në fakt, është me krah të shkurtra. Unë e kam futur këtu, duke menduar që ndoshta mund edhe të kemi një lindje natyrale, deri në moment të fundit nuk dihet. Jemi akoma në këtë fazën që nuk dihet akoma, por nuk besoj se ta përdor sepse gjasat janë shumë të vogla që kjo të ndodhi. Unë i adhuroj këto pijamet e mia. Kjo ngjyra mente, edhe kanë disa detaje shumë të bukura këtu. Duhet mi keni parë në një video tjetër, ju që jeni ndjekës të rregullt. Ja kështu. Dhe normalisht kam përgatitur një qese me gjërat e brendshme dhe çorapet, që nuk po ju a tregoj sepse dihen. 3-3-3, duke llogaritur që mund të rri 3 ditë, nëse do më duhen tjera, kam njerëz që më sjellin. Mos harroni dokumentet, unë e kam futur gjatë pasaportën. Këtu është një çantë ekstra, sepse kam menduar për rrobat e palara ose ndoshta të më duhet ekstra. Pastaj, këtu kam pishirët e mi. Nuk e kam egzageruar me pishirët. Kam një për trupin, nuk e di as nëse do lahem, kam një për fytyrën. Kam edhe të vogël për fytyrën, tek këto çantat e mia, nga këto që janë kështu si xhep, që janë shumë të kollajshëm për të përdorur. Kam shapkat e mia, që duken kështu gjigante, por kur i vendos në këmbë, unë jam një 38,5-39. Fakt janë një çik të mëdhaja, po hajt mirë. Edhe nuk do rit marr si herën tjetër shapka për të shëtitur, shapka për në dush. Mora vetëm këto të plastikës që i laj, nëse do lahem, i thaj edhe i kam. Përpara se të futem në detaje pak a shumë se çka kam këtu te këto çantat e vogla, po ju tregoj se çka kam marrë për bebushën. Po e nis nga një batanie, ta kemi kur të dalim. Këto janë ekstra, janë ato kompresat për gjithënien, po i fus një herë këtu, po nuk e di nëse do t'i përdor. Këtu kemi për bebushën outfitet vetëm për që do dalim nga spitali ose pse vetëm se dëshiroja unë. Edhe ky është një total outfit. Është e njëjta që ka pas Lela, domethënë është e ricikluar, edhe kjo ricikluar, është një komplet, një set kështu me këto veshjet edhe një kështu e hapur. Ka madje edhe këtu këmishën e fatit, që ka qenë e Lelës, por që nuk e veshi kur. Po e marr, po nuk e di do ta përdorja apo jo. Edhe po marr edhe një tjetër që është më i trash, nga këto në qinilja, sepse nuk e dihet se si do të na zerë koha. Edhe një të holl, pra në total 3, kisha bërë njët në fakt vetëm 2, po i marr 3, sepse ky është edhe pak më i madh për shkak të masës, se është 50-56, ndërsa këto të tjerat janë 50, pra sa po lind. Lela ka qenë shumë e dobët kur lindi, shumë e vogël, 2 kg 650, e them gjithmonë, e specifikoj sepse realisht shumë e vogël, e gjatë 52-53 cm, po nuk i rrinin të 56, që kështu, po i marr 50 dhe 56, një të trash 50, edhe kjo është një set i ndarë që përshtatet në fakt, sepse kur janë body, është më vështirë ta përshtasësh nëse i rrini vockët për shembull, ndërsa ky që është 2 set me tuta dhe me bluzën sipër përshtatet më mirë. Gjithsesi kam marrë këtë të hapurën sipër, që është super komode, e gjeni te DM-ja ju të Gjermanisë. Është një blerje që
Nuk e di, e kam përdorur kaq shumë e lelën edhe e di që do ta përdor edhe kësaj here. Edhe është e mirë si për çuna si për goca, e bardh, basic. Edhe këto janë për bebushën. Tash kam marr batanien edhe një nap. Napat nëse do të më duhen, i kam gati këtu, kam lënë edhe disa gjëra tjera të gatshme, po kështu me qese, nëse do të më duhen, mi sjellin familjarët. Po, tani. Çfarë kam futur këtu? Çfarë kam futur këtu? T'ua tregoj. Kam bërë 2 çanta të vogla me gjërat e mia personale. Nuk kam dashur që të ngarkohem shumë, po disa gjëra normalisht që duhen. Këto ju a jep edhe spitali. Pse s'po fokuson kjo? Këto mund t'ju jap edhe spitali, por këto janë shumë të mira për nisin e gjithëdhënies. Gjithashtu këto janë nga këto pecetat që vendosen tek xhiri kur u rrjedh. Nuk do duhen në fillim, po unë 3-4 i mora për siguri. Një krahër. Kam marrë normalisht furç edhe një kolinoz nga këto sajtet e vogla, çam kapi dora atje tek DM-ja. Kam marrë këto kokat e silikonit, i kam zgjedhur të Medelës. Do mundohem që të mos i përdor, i kam përdorur pasi jam kthyer në shtëpi me lelën, por i bleva që t'i kisha dhe thash pse mos t'i mbaj në çantë. Kam një kapse të vogël ekstra, do kem elastikun e flokëve. Kam një kështu për buzët. Kjo ju duhet nëse edhe lindi në mënyrë natyrale, duhet më shumë. Pastaj kam një krem të vockël nga kremi im që përdor zakonisht, e kam në format të vogël. Ky është thjesht një hidratues nga Aven. Pastaj kam marrë kremin e vogël për kokat e xhirit nga Lansino. Ky është ai që unë këshilloj më shumë. Kam edhe një tjetër që më ka ardhur dhuratë. Duket. Duke qenë se janë në format i vogël. Kam një pastrues për syzet e mia. Kam një lim për thonjë sepse nuk i dihet kur edhe kur të del ndonjë cep kështu edhe s'dua ta grec bebushe. Kam marrë këtë. Kam zgjedhur këto për çdo muaj dhe kjo është kur bebi vjen në jetë. Kam dhe një të personalizuar me emrin, po më ka ardhur gabim emri edhe do shkoj me këtë. Kam këtë. E kisha aty edhe thash po e marr si snack, po që snacksat nuk do të mungojnë. Kam marr një rimel. Nuk e di nëse do ta përdor kur, po thash okay, po e marr. Pastaj te kjo çanta tjetër kam gjërat më shumë për, si të themi, megjithëse edhe këto për higienë janë, po këto ishin më të lidhura me gjithëdhënie, le të themi. Kam shkuar për këtë deodoranti, në fakt po e testoj këtë ditë, e bleva dje. Pse nuk e fokuson kë? Është nga kjo Alterra. Është pa asnjë lloj arome. Unë kam atë tjetrin që përdor gjithmonë, po ai e ka një çik aromë. Këtu pastaj për Christmas, për Krishtlindje, Hatim kishte dhuru këtë setin e udhëtimit që mund t'i bësh me mbushës. Edhe po, kam futur larsin, megjithëse kam marrë një lars tjetër për trupin. Pastaj kam një lars tjetër këtu për fytyrën i kam. Kjo është kaq kam marrë për flokët, sepse nëse do lam vetëm një herë te flokët. Edhe ky është nga i kremi për flokët, edhe kaq më mjafton mua. Kam marrë brisje sepse nuk i dihet asnjëherë. Edhe këto janë 2 peshqir të tjerë ekstra. Që ju thash më para që kam marrë edhe peshqir të tjerë. Këto do marr unë me vete. Nuk besoj se e kam super egzageruar. Me Lelën kam marrë shumë më shumë. Edhe tani e di se çfarë më duhet eksaktësisht. Nuk e di në fakt, kam edhe letrat e lagura atje sipër, po spitali ka plot letra të lagura. Pecetat higjienike për mamat për shembull që duhen i ka spitali, mbathjet si rrjet i ka spitali. Çfarë më vjen ndërmend tani?
Për mama që është sigur që do bëjnë edhe lindje natyrale, për shembull, këto vajrat mund të jenë mirë, vajrat për masazhin mund të jenë mirë, por edhe ai vaj gjatë shtazanis për shembull, si ta shikoj situatën, nëse do jetë ashtu do ta shtoj, nëse jo s'kam se ta marr fare, se e di që s'do kem kohë, edhe s'do kem kokë që të rri të vajosem. Këto gjëra e di si shkojnë duke njohur tipin tim, pastaj ju mund të keni një attitude tjetër, mund të keni një qasje tjetër në këto situata, unë e di vetë se si jam, edhe këto detajet kështu i harroj. Po, këto do t'jenë në çantën time të maternitetit. Nuk e di eksaktësisht kur do dali kjo video, por në qoftë se do dali përpara se të lind, do ishte mirë të më thoni nëse kam harruar ndonjë gjë që edhe unë ta shtoj. Nëse keni pyetje, feel free. Nga ana burokratike, sepse edhe kjo është e rëndësishme, mos harroni të merrni me vete dokumentin tuaj, kartelën, mund ta pas, apo nuk e di, ndonjë analizë të veçantë për shembull që keni, që duhet ta di në spital. Për sa i përket regjistrimit të fëmijës, me Lelën unë kam bërë çdo gjë në spital, nuk është se më zhdashur ndonjë gjë e veçantë, por që mund edhe t'ju duhen, për shembull, certifikata e martesës së prindërve. Interesohuni në spitalin ku do lindni, se çfarë ju duhet eksaktësisht. Zakonisht çdo spital tek websajti vet ka një listë të dokumentave që duhen, edhe është shumë e thjeshtë. Shkoni aty edhe ta lexoni. Nëse nuk kuptoni gjermanisht, mund ta përktheni me Google Translate, i bëni një screenshot e fusin te Google Translate dhe ju a përkthen. Edhe kaq. Apo, një gjë e rëndësishme, mos ta harroj, duhet të blej një dhuratë për Lelën, pa jo se ka ndarë akoma në mendje se çfarë do, që Gjasmeja ka sjell motra. Nuk e di nëse Lela do vi në spital, them why not, nuk jam kundër kësaj. Do të varet nga gjendja ime. Nëse çdo gjë do shkojë mirë, smooth, edhe do jemi çdo gjë në rregull, them pse mos të vi. Edhe kam një plan te koka ime për qasjen në këtë moment. Kur të vi Lela, do mundohem që mos ta maj të vogël, mos ta kem në krah, po ta kem lënë tek vendi vet, në mënyrë që të kem krahët e lira për atë kur të vi, që kur të futet direkt mos më gjej mua me krahët zën, sepse deri në momentin përpara krahët e mia ishin vetëm për të, ndërsa tani mund t'i gjej të zënë, edhe këshillohet që të bëhet kështu qasja, edhe pastaj slowly, avash avash, ti prezantoj motrushen. Ky është plani, po të shikojmë se sa do të realizohet, sepse dihet që në këto situata ndonjëherë gjërat nuk shkojnë sipas planit. Po, kaq them unë. Kaq për momentin. Tani që po mendoj, kam harruar një peshqir për flokët. Po shikoj peshqirët tani, edhe mendoj që nëse do të laja flokët, nuk kam një peshqir ekstra për flokët, kam vetëm për fytyrën edhe për trupin. Këto do ta shtoj. Kam nga ato peshqirët që janë kështu si kapuç, ato mendoj se do ta shtoj. Është mirë që bëjmë kështu një check së bashku, sepse edhe unë bëra kështu një mente lokale, pash pak si kam situatën, edhe pse i kam parë, i kam riparë. Për outfiten nga kur dal nga spitali, ja për këtë doja të flisja. Unë nuk kam menduar ndonjë gjë, kush e di se ça. Kur të iki, nëse do jetë çdo gjë kështu e qetë, sipas planit, do vesh një këmishë edhe një palë stretch, ose edhe këto që kam një palë tuta shtazania me pak fjalë të zeza të thjeshta, atlete, edhe të njëjtë do vesh edhe kur të dal, domethënë po këmishën e bardhë me atlete, një këmishë që ta kem kollaj për të hapur. Kjo është ideja. E kam të lartë e kurosur, kam 2 madje, nëse njëra do jetë bëhet pisa apo e di unë, është tjetra, më sjell xhiku, edhe kështu. Kaq. Ja, kështu edhe një herë që ti keni si për screenshot. Unë zakonisht i mbaj me elastik flokët, që kështu këtu mungon një elastik, por pak a shumë këto do të kemi.
Ja dhe hashurja, super hashurja janë. Vedi si thoni ju hashure, si ta keni nga zona, po që është super yummy. Kështu me këto dy recetat e fundit, unë ta mbyll këtë video, nuk po e zjas më. Edhe do shihemi në videon e radhës që do t'jetë video nga muaji 9, për ju që ndiqni videot e Shtazanis. Pastaj për të tjerët mendoj që do marr një pauzë edhe kur të rishihemi, ndoshta do rishihemi kur me bushja të ketarët. Të gjithë mamat që janë në pritje, ju uroj një Shtazani sa më të mbar, një lindje sa më të mbar, ndërsa ju të tjerëve ju uroj shumë shëndet, jetë një periudhë sa më e mirë, edhe së bashku po do të shihemi në anën tjetër të mëmësisë si mami i 2 gocave. Nuk kam ndonjë plan të madh, thjesht sa të presim ditën këtë ditë, edhe po unë do relaksohem, kam mysbet nga mami, jam në qetësi që kështu, po nuk kam çfarë t'ju tregoj tjetër, përveç se këto që kam treguar. Faleminderit shumë për të gjithë suportin. Paçi.